Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kanë shtuar një tjetër akuzë, atë të fshehjes së pasurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoxa. Në vijim të hetimit, SPAK njofton se ka regjistruar procedim penal ndaj tyre pasi është arritur në përfundimin se ekzistojnë të dhëna konkrete që ngren dyshime të arsyeshme mbi pasuri të padeklaruara të lidhura me çiftin pranë rezidencës Kodra e Diellit, ku ata jetojnë aktualisht. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedim penal numër 27 të vitit 2024 që bën fjalë për veprat penale të korrupsionit pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, refuzim për deklarim, mos deklarim, fshehje ose deklarim i rrem i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim, deklaratat e rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Pas kryerjes së veprimeve hetimore në kuadër të këtij procedimi penal, prokuroria e posaçme ka arritur në konkluzionin se ekzistojnë të dhëna konkrete që të çojnë në dyshimin e arsyeshëm se personat nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa kanë konsumuar edhe elementet e veprës penale të refuzim për deklarim, mos deklarim, fshehje ose deklarim i rrem i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim. Për këtë shkak, në 20 maj emrat e këtyre personave janë regjistruar në regjistrin e njoftimit të veprave penale duke i atribuar veprën penale të cituar më sipër, thuhet ndër të tjera në njoftimin e SPAK. Si rezultat, me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurimit pasuror sekuestro preventive mbi pasuritë në fjalë të regjistruara në emër të një subjekti tregtar. Në vijim me kërkesën e prokurisë së posaçme të datës 20 maj, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar me vendim numër 342, akti datë 22 maj ka vendosur caktimin e masës së sigurimit pasuror sekuestro preventive mbi pasurinë e paluajtshme, pasuria numër dhe shtesë me numër pasurie regjistruar në ASHK në emër të subjektit tregtar AK-SHPK. Nga të dhënat konkrete të mbledhura deri në këtë fazë të hetimit paraprak, ekziston dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se personat nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa kanë interesa pasurore faktike mbi dy pasuri, njëra prej të cilave shtesë pasurie, të cilat janë fqinje me apartamentin që ndodhet në Selit, rezidenca Kodra e Diellit, ku aktualisht këta persona jetojnë, thuhet ndër të tjera në njoftimin e SPAK. Kryebashkiaku Erion Veliaj ndodhet në qelinë e Durrësit, ndërsa më herët ndaj tij ishin ngritur akuza për korrupsion, pastrim parash dhe më pas futje sendeve të ndaluara në qeli, ndërsa bashkëshortja e tij po hetohet nën masën detyrim paraqitje.